Këtu si jam dakord me ty, ne që jemi në Amerikë dhe fëmijët tanë jemi të edukuar dhe të shkolluar, jo si të rinjt në Shqipëri që janë si alabak dhe pa pikë respekti. Për njerëzit rrin kot e tundin zinxhirin, bashkë me prindrit duke prit t'i çojmë ne të Amerikës. Nëse ty s'të pëlqen jetesa këtu, shko rri në Shqipëri dhe shko në për demonstratat e atij plakut Matuf dhe Lëpiu Ramës. A mos se na keni hap barkun me këto lloj komentesh. Po ti nuk e ke idenë se ç'a ndodh në Shqipëri. Po ti nuk e ke idenë se ç'a niveli të rinj ka në Shqipëri. Ti nuk e ke idenë që fëmijët e shkolluar në Shqipëri janë më të zhvilluar nga ana intelektuale se sa fëmijët që janë në Amerikë. Fëmijët në Amerikë kanë teknologjinë që supozohet mësojnë. Por në praktik janë më të zhvilluar në Shqipëri. Kanë nivel inteligjencë më të lartë, por aq kapacitet keni të kuptoni gjërat dhe arrini në këto lloj gjykimesh. Mendoni se rinia në Shqipëri janë budallënj. Ndoshta ke qenë ti çoban me dele në Shqipëri dhe erdhe në Amerikë. Supozohet je bër dikushi, duke punuar si qeni, dhe tani mendon që rinia shqiptare në Shqipëri rri si halabak dhe presin ti çosh ti lek. E kupton sa të cekët jeni? E kupton ç'a lloj mentaliteti keni? E kuptoni se sa egoista jeni bër dhe nuk shikoni për te hundës tuaj. Mendoni vetë për vete dhe mendoni se më të mirë se ju s'ka tjetër dhe i shikoni farefisin në Shqipëri me përçmim. Mendoni se jeni më lart, po nuk e kuptoni se ç'a lloj lumbi jeni. Dhe këtë gjë kuptohet vetëm po të ulesh të bësh një bisedë me ju. Që nuk dini të kaloni nga fjalia e parë tek e dyta. Aq kapacitet keni.